Policia e Tiranës goditi sot një tjetër aktivitet të paligjshëm të mashtrimit me call center, duke arrestuar 4 administrator. Ende nuk dihen kokat e zyrave që u goditën së fundmi, por pavarësisht goditjeve ndaj kësaj veprimtarie kriminale, paratë e fituara nëpërmjet mashtrimit të shtetasve të huaj po lulëzojnë investimet për blerjen e pronave të paluajtshme në jug të vendit. I tillë është edhe rasti i 2 vëllezërve, Ermal dhe Florian Peti. 2 shesa uku të vjetër vijon me investimet në jug, ndërkohë që policia merret me goditjen e bazave të call center, fushë në të cilën Petit kanë shumë ndikim. Ashtu siç është raportuar edhe më herët, për të arritur nivelin e jetës luksoze që bën sot, Ermal Peti pati rreziqe të larta në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, ku tentoi të hapte një linjë të qëndrueshme për dërgimin e drogës nga Kolumbia drejt Evropës. Pas 4 tentativave të dështuara, një dërgesë e fundit ndryshoi fatin e tij për të nisur një biznes fillimisht në fushën e lojrave të fatit, që kaloi më pas në mashtrimet me call center. Sipas burimeve për Versus, Peti, i cili deri dje ishte një emër i panjohur, rezulton të jetë pronar i plot i katit të parë të Rainbow Center, që njihet si ndërtesa më elitare në zonën e bllokut.